Pa ta shumë në Beograd me punu o gjonë se disha në fillim. Edhe s'disha s'ku me lypun, stacion trenit, stacion i matë, 20 perona, 20 trena vinshin në minut, një shkë një vinke. Gjem, spic, 2-3 vetë. E ditë me folë s'disha, ishme një 4-5 shukë. E kisha një mantel gatë deri në fund konëve të zi. Kur të nejtë të pritën faktin e të këshyrën mos po gjojmë punë dikun, të nejtë në stacion aty. Marrë vëlla të merë nevoja me dal jashtë. S'disha qysh i thujnë një viturës sërbisht, ato i kishin pasan vecaj, po me ku e kom ditë. Të më roki muë me të modhe, edhe qka me bon, tja shku që gjepat mantilet, ishtina dur të gjepat fëzët pantalt, i dunat e poshtë, edhe ula gagloq. Edhe po kry nevoj edhe nëzaj rakotinjen për pështjelit dohanin aty, shuk të ardhën aty nga të mija si ato se dishin shken të bone. Edhe one, këne kryshe nevoj, këne maresha cigare edhe kalsha. Po baj laf me shukt. Të bo laf të asin nëse krytat temën, e krytat temën atë nevojen, edhe kur dikura thanë të arë treni për Obranovac. Tosh hajde se po hypmi e po shkojmë në Obranovac, që atje e disha që janë do firma, do prezimos, që ta shkojmë që atje në ashtigjojmë. Kur thanë treni, unë u qova në kom vërt, i ngreja pantolt për pjetë, dur të në gjepa, i ngreja pantolt. Fjen u qova, fill javlash në midë stacionit Beogradit, stogin aty, sonës edhe ika. Kryta punë, veç me kryin pantoll, e kështu, barë me qatë kujtem jalash Beograd.